E pra të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku duke sjellur pranë jush edhe fjalimin e zonjës së Shpat Kasapit, zonjës Selvie Kasapi, gjithashtu të mikeshës të afërt të Shpatit Tunës dhe mikut të afërt të Shpatit Adrian Gaxhës. Me lot në sy kanë kujtuar momentet edhe kohën e ndarë së bashku. Në këtë rast Selvia kujton djalin, kujton veprën e Shpatit, Tuna kujton momentet e bukura si fëmijë e derisa kanë ngritur ëndrrën e tyre dhe Adrian Gaxha kujton zemrën dhe mirësinë e Shpatit. Ndjekim videot në vazhdim. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zotëri kryetar Izet Mexhiti, ju faleminderit që jeni mbledhur sonte këtu. Në këtë ditë të vështira për ne, të na ngushëlloni dhe të na jepni në forcë. Jemi duke kaluar shumë ditë të vështira dhe sinqerisht më vjen keq që sot do dal këtu para jush të flas për ndrimin e jetës të bashortit tim, të një babai të mrekullueshëm, të një artisti të mrekullueshëm me shumë virtyte, të një artisti shumë modest, të një njeriu që mua si Selvie më ka kompletuar, më ka mbështetur, më ka respektuar dhe më ka dashur dhe mbi të gjitha më ka falur një djalë si drita. Roeli është vetëm 3 vjetë e gjys dhe ai ende nuk e kupton se nuk e ka babain e tij dhe unë nuk e di si do rritet me këtë dhe nuk e di kush do ta tregoj. Por e di se ai është shumë krenar për baban e tij, e ka dashur shumë Shpati, është përkushtuar deri në frymën e fundit që Roeli të jetë me gjitha të mira, të rritet me gjitha virtytet. Roeli do jetë shumë krenar dhe sidomos do jetë krenar bashk kur të shoh se sa prej jush e keni dashur Shpatin, sinqerisht ashtu siç duhet të duhet Shpati. I kam thënë shpesh dhe Shpatit, Shpat, ti je shumë i mirë për këtë jetë, je shumë i sinqert për të botë tonë mizore. Dhe sinqerisht sot ju falenderoj shumë që ju mlodhët të na jepni forcë, të na jepni përkrahje. Shpati të pret në paqe dhe s'do ta harrojmë kur. Përsëri ju faleminderit shumë. Shpirtrat e mirë largohen herët, ndoshta sepse qielli e kupton vlerën më shpejt se toka. Sot bëhen 7 ditë nga lajmi që na tronditi të gjithëve, 7 ditë që unë nuk kam mundur ta shkëpus mendjen nga kjo humbje e rëndë që goditi botën muzikore, familjen tënde dhe të gjithë ata që të deshën. 7 ditë që zemra e tetës Gylymser, Selvies dhe të gjithë familjes sate ri e përvëluar nga dhimbja dhe me ta edhe tonat. Unë dhe ti Shpat ecëm në për shumë rrugë bashk, ishim shok klase. Ishim fëmijë të bekuar me prindër që na mbështetën në ëndrat tona për muzikën. Ishim adoleshent që provuam barën e popularitetit para se ta kuptonim çfarë do të thoshte ajo. Ishim 2 të rinj që në betejat nga Shkupi të depërtonim në Prishtinë, Tiranë e kudo që ka shqiptar dhe ja dolëm Shpat, ti ja dole. Sot kënga jote jehon në çdo qytet, në çdo shtëpi, në çdo zemër ku flitet shqip, sepse ti le shumë pas. Le muzikën që do të mbaj emrin tënd të gjallë për herë. Le buzëqeshjen tënde. Atë buzëqeshje që nuk u largua asnjëherë nga fytyra jote. Le porosin se të jesh i mirë, të jesh i pastër, i qetë, i dashur është vlerë e njerëzimit. Shpat Kasapi, miku ynë, kolegu ynë, ti ishe dhe do të mbetesh pjesë e një brezi të artë. Brezi që solli tingujt e parë të 1000 vjeçarit të ri. Do të vinë emra tjerë, do të krijon këngë të reja, por vendi yt, ndikimi yt dhe drita jote nuk do të zëvendësohet më kurrë. Dhe nëse një ditë Roeli vendos të ngjitet në skenë, unë do t'jem aty, premtoj. Do ta mbështes ashtu si dikur që ne mbështetëm njëri tjetrin. Ky shpremtimi im për ty, kusho i qetë shok atje, i buzëqeshur mes engjyve dhe faleminderit që na mësove buzëqeshjen. Faleminderit që na mësove se duhet të duhemi më shumë. Lam du mirë Shpat.
Faleminderit. Mirëdita gjithëve. Shpatin na krejt e njohim si njeri i mirë, pozitiv, gjithmonë me buzëqeshje, i mirësjellë me krejt njerëzit, thjesht njeri me shpirt mirë dhe zemër pastër. Edhe unë mendoj që prandaj ai si artist ndriçojke që ditën e parë kur e kena pa në sken krejt na. E mbaj men ka qenë viti 2002, 2003 besoj. Ishte artist me harizëm, i talentu dhe i veçantë. Edhe unë e di që këngat e tij janë një kujtim i veçantë për secilin prej neve. Do jenë edhe besojnë të mbesin për gjithmonë. Unë besoj që këto tre ditë jemi dëshmitare dhe pam se sa i madh ka qenë respekti ndaj tij, jo vetëm si artist, por edhe si person, si njeri. Se këtë është fama, këtë është kënga, këtë është suksesi, këtë është pasuria, nëse mungon respekti njerëzor. Ju falenderoj shumë.